I themeluar në vitin 1859, Kopshti Botanik i Misurit është kopshti më i vjetër kombëtar ende në funksionim këtu në Shtetet e Bashkuara. Ky monument historik kombëtar, një oazë mbi 30 hektarësh në qytetin St. Louis, ka një prej koleksioneve më të mëdha në botë të orkideve të ralla. Kopshti është edhe qendër e kërkimeve botanike dhe edukimit shkencor. Ai njihet gjithashtu për praktiket e tij të gjelbra dhe programet e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare. Për më shumë se 150 vjet, Kopshti Botanik i Misurit ka qenë qendër edukimi, shkence dhe konservimi. Kopshti është shquar si udhëheqës në dhënien e mësimit, burimeve dhe frymëzimit për të nxitur konservimin dhe kultivimin në të gjithë botën. Aktualisht, Kopshti ka shkencëtar që punojnë në 38 vende. Ekspertja e botanikës Carmen Ulloa është kuratore e Kopshtit. We do research in the tropics because ne bëjmë kërkime në rajone tropikale sepse ato kanë një biodiversitet të madh dhe ekosistemet e tyre janë shumë të kërcënuara nga aktiviteti njerëzor. Në Shtetet e Bashkuara, Kopshti ka vënë në zbatim praktikat e gjelbra në të gjitha fushat e veprimtarisë së tij. Deborah Frank, një nga ekspertët e Kopshtit për mirëmbajtjen, thotë se ky institucion investon burime të mëdha në zhvillimin dhe shkëmbimin e njohurive për zbulimet e reja në shkencën e bimëve dhe i përdor njohuritë për menaxhimin e ekosistemeve këtu dhe nëpër botë. We work on reducing energy through the types of lighting that we have installed throughout our facilities. Ne punojmë për uljen e konsumit të energjisë nëpërmjet formave të ndryshimit që kemi instaluar në të gjithë kopshtin. Ne kemi paksuar konsumin duke rinovuar sistemet e ngrohjes dhe të ajrit të kondicionuar. Në disa raste ne kemi arritur të integrojmë energjinë e rinovueshme dhe panelet diellore për të plotësuar një pjesë të nevojave të parkut për energji. Në një aspekt tjetër, ne riciklojmë rreth 75% të mbetjeve solide, metalike, plastike dhe letre. Kopshti përpunon dhe përdor përsëri pothuajse 100% të mbetjeve të gjelbra. Ai ka instaluar sensor shiu në sistemin e vaditjes në gjithë objektin, përdor fertilizator ekomiqësor dhe organik si dhe artikuj pastrimi ekomiqësor. Kopshti ka instaluar gjithashtu panele diellore për të plotësuar kërkesat me energji të orës me ornamente lulesh në kuadrin e programit eficiencës energjetike. Kopshti menaxhon gjithashtu programin më të gjerë të riciklimit ndër kopshtet botanike në gjithë vendin. Tempulli i gjelbër, siç quhet ai, është i dedikuar për projektimin, ndërtimin dhe funksionimin e të gjitha objekteve të tij në përputhje me standardet e ndërtimit të gjelbër. Qendra e kërkimeve të Kopshtit Botanik është model i arkitekturës së gjelbër. Në rajonin e St. Louisit, Kopshti është një objekt i veçantë për edukimin dhe demonstrimin e një stili të përballueshëm jetese. Qendra e formave të tokës e këtij kopshti ofron kurse, punë praktike dhe programe trajnimi për studentët, familjet dhe profesionistët në aktivitete që lidhen me praktikat e gjelbra të jetës përditshme, përfshirë këtu edhe transportin me këtë flotë të tërë karrocash me energji propani.